Motër, do t'ju falenderoja me gjithë zemër nëse mund të shpjegoni dhe të flisni më gjerësisht për temën e miqësisë. A ekziston një miqësi që nuk zhgënjen, që nuk bën dëm, që nuk mashtron, që nuk shikon interesin personal? A ekziston një miqësi reale, e vërtet, e thellë dhe pa interes? A është e mundur që miqësia e vërtet të ekzistojë mes njerëzve? Si mund të mos ekzistojë nëse jemi miq të Zotit Jezu Krisht? Jemi miq të Perëndisë. E shikoni? Jemi miq të Perëndisë. Jemi miq të Zotit Jezu Krisht. Përveç të qenurit besimtar, shërbëtor të tij, përveç se jemi delet e tij, ai thot po ashtu se jemi miq të tij, sepse Zoti Jezus tha: "Ju nuk jeni më shërbëtorët e mi, por miqtë e mi", u tha apostujve. Dhe po ashtu Abrahamit, Zoti tha: "Abrahami, miku im". Atëherë ne, nëse jemi miq të Zotit, si të mos jemi miq me njëri tjetrin mes nesh? Pra mes nesh do të jemi vëllezër dhe motra në Krisht dhe gjithashtu miq shumë të mirë. Të jeni miq të mirë do të thotë se ju jeni të sinqert, të ndershëm, nuk kërkoni asgjë në këmbim, pa interesa, pa asnjë interes. Kjo quhet të jetë mik apo mike pa asnjë interes. Unë jam mike dhe nuk pres që të më paguash, apo të më blesh, të më japësh shumë gjëra që të jem mike apo mik, jo. Kjo është diçka që është këtu në zemër. Është sinqeriteti që Perëndia ma ka vendosur në zemër dhe unë duhet t'ua tregoj njerëzve dhe njerëzit gjithashtu kanë Perëndin në zemër dhe më tregojnë gjithashtu miqësi. Atëherë brenda në zemër është sinqeriteti, është dëshira që të shkoj mirë, që të kesh gjën më të mirë, që t'jesh i lumtur, që të kesh sukses, triumfe, të gjitha këto janë ato që një mik apo një mike ja dëshiron tjetrit. Pra, miqësia kur kemi Zotin ekziston. Me Perëndin tonë ekziston, ai na ndihmon dhe na mëson ta bëjmë këtë. Po. Si. Tani cila është pyetja juaj, motër? Motër, janë bazuar në librin e fjalëve të urta 18:24. Po motër. Sepse thot njeriu që ka shumë miq duhet të tregohet mik, por është një mik që është më i lidhur se një vëlla. Dhe pyetja ime ishte nëse kjo miqësi e vërtet dhe e sinqert mund të ekzistojë gjithashtu mes njerëzve. Sigurisht, motër, kjo është ajo që sapo tham. Kjo është ajo që sapo folëm, që nëse ne kemi Perëndin në zemrën tonë, si të mos kemi miqësi të sinqert, ose si të mos t'i tregojmë personit tjetër miqësi të sinqert dhe pa interes. Atëherë, prandaj thot njeriu që ka shumë miq duhet të tregohet mik, por është një mik që është më i lidhur se një. Dhe kjo është e vërtet, sepse ju e dini se ndonjëherë në familje, midis vëllezërve e motrave, ka zili. Ka zili midis vëllezërve e motrave, xhelozira, atëherë nuk ka sinqeritet. Ndërsa miku thot se po, është i sinqert dhe do atë që ka mik dhe Zoti na ka mësuar se zemrat tona janë të bëra për të pasur miq. Por jo me ata miq atje të shoqërisë së keqe që të shkoj të dehem, që të shkoj atje të bëj gjëra të këqija, jo, ata nuk janë miqt. Jo, po flasim për atë miqësi, sikurse ajo kur themi që jemi miq të Zotit, pra të kemi sinqeritet dhe t'i dëshirojmë më të mirën çdo personi, që përveç se e quajmë miqësi, ne themi se është dashuria. Kur ju i dëshironi tjetrit më të mirën, të jetë i lumtur, të ketë më të mirën, jam i lumtur sepse ju jeni i lumtur, jam i trishtuar sepse ju jeni i trishtuar, vuaj sepse ju vuani dhe nuk mund t'ju ndihmoj, por trishtohem për këtë. Kjo është miqësia e vërtetë.